për vitet e ardhshme, sepse nuk kemi të fol vetëm për një rritje çmimit të energjisë elektrike për 15%, sepse po flitet vetëm për pjesën e rritjes 15%, në u largu përfaqësuesi që ishte për pjesën e bizneseve, absolutisht jemi të qartë që një pjesë e madhe, sepse ne jemi qytetarë këtij vendi dhe duhet me i mbrojtë edhe bizneset tona. Dhe funditet ata janë njerëzit tonë, të cilët paguajnë taksa dhe i mbushin orgat e shtetit dhe punësojnë numrin më të madh të qytetarëve. Nesër do të jetë një ditë e rëndësishme edhe për fatin edhe të ardhmen e bizneseve. Në situatën aktuale në cilën gjendemi, në këtë kaos edhe politik, duke pas parasysh që jemi në një vakum institucional, ende nuk i kemi konstruimin as të institucioneve të reja. E fundi që ishte dashur të diskutuar çmimin e energjisë elektrike, unë kam pritur sot që një pjesë e deputetëve të cilët janë regjistruar, sepse sot ka qenë dita e regjistrimit. Unë mendoj që sot ata prej regjistrimit kam pritur që kanë me shku drejt zyreve të ZRE-s, edhe me qenë bashkëprotestues, sepse kjo unë e kuptoj që ata munden me i pas kushtet materiale të leverdishme, por janë qytetarët e këtij vendi që ja kanë dhënë besimin për me udhëheq edhe për me siguru një stabilitet edhe një siguri për jetën e tyre. Nesër çka do të ndodh? Nesër do të jetë një protestë nga ora 12. Të gjithë skeptikët të cilët kanë qenë në datën 5 prill e pon përgjigjen nga zoni qytetar, edhe po besoj që nesër përgjigja do të jetë edhe shumë më e fuqishme. Unë uroj dhe shpresoj që ZRE ka ku ende deri nesër në ora 10 e ka lajmëruar takimin. Do të filloj takimi i ZRE-s në ora 10. Ne i kemi bërë thirrje edhe këtu po bëj thirrje gjitha mediave të cilat po na shohin në këto momente, natyrisht prej Dugaxhinit këtu që nesër mos lejojnë që ajo mbledhje të mbahet me dyert të mbyllura, sepse do të vendoset për fatin e qytetarëve të kësaj republike. Ata e kanë shpallur që mbledhja do të jetë e mbyllur. Nesër të bëhet presion nga gjitha anët, sepse po merret një vendim për të ardhmen e kësaj republike. Kështu që nuk do të më hesht, unë pres që nesër sheshi Zari Pajaziti mos të ketë vend për gjithë, për të mbushet bashkë edhe me sheshin Skënderbej dhe deri te katedralja, sepse mandej do të shkojmë në një marsh në drejtim edhe të zyreve të rregullatorit të energjisë. Ky marsh dhe kjo thirrje nesër do të bëhet nga zoni qytetar, sepse besoj që përgjigja e qartë më është e gjithë qytetarëve, gjithë ekspertëve, edhe të fushës ekonomisë, edhe të energjisë, përgjigja është e qartë asnjë cent më shumë. Kështu që nuk besoj që ka hapësirë që në këto momente të mendohet për një vendim tjetër nesër. Mund të ndikohet vendimi që të metet asnjë cent më shumë, profesor? A mund të ndikohet pra që mos bëhet, mos shtentohet energjia? Faktikisht tash të kërkon ndoshta një analizë shumë më të thellë, duke pas parasysh sa është çmimi aktual edhe tjera, nuk po hym ndoshta në atë analizë, po megjithatë qartë, po duhet para se na i kemi dhënë një formë të zgjidhjes. Kemi thonë le të presim, sepse nuk është që jemi zgjume një mëngjes edhe veç po kërkojmë mos më rrit çmimin e energjisë elektrike, e kuptojmë tarifat edhe i kuptojmë shpenzimet që i kanë kesko keci edhe kosti, por ideja është të pezullohet vendimi automatikisht deri në zgjidhjen e institucioneve, domethënë treja, të hapet një debat publik, të bëhet një analizë detajuar, ku do të ftohen ekspertët e energjisë, ekspertët e ekonomisë, do të bëhet një analizë detajume. Nuk kemi të lyp na me nxjerr me zbulu diçka tre. Thjesht po kërkojmë me ushty vendimi absolutisht, ky vendim nuk gëzon me u marr, pritet konstruimi i institucioneve, të rihapet një debat, të ftohen krejt aktorë, do të bëhet një zgjidhje, por jo siç jemi mësuar, zgjidhje afatshkurta, zgjidhje për 6 muaj, 1 vjet, sepse vitin tjetër, Dibrand, po duam me shtu këtë pjesë. Vitin tjetër, këtë vit është kërku 15%. Sa do të jetë kërkesa për vitin tjetër? 20-30. Çfarë zgjidhje jemi të bëj? Krejt kostoja me përballu gjithmonë qytetari. Profesor